Besoj që të gjitha përgatitjet e duhura veç ka ndodhur me kohë, pra vendimi për të dërguar forcën e sigurisë në kodët forcës paqësore nga Gaza nuk është jashta, po them bazës kushtetuese, bazës ligjore, praktikave që ndjek edhe deri me tani. Këto praktika do të vazhdojnë të ardhmen. Sikur se e dim, interesi ynë është që të përfaqësohemi në angazhimet përbashkëta, pra ushtarake, paqësore, në mënyrë që si palë një ditë të ftohemi të jemi partneri përhershëm në çështjet e sigurisë, jo vetëm për vete, për rajonin tonë, po edhe globale, pra të antarësohemi NATO. Mendoj se të gjitha këto lëvizje tonat, përfshi edhe antarësimin tonë bodin për paqe, duhet të shohim këtë perspektivë, pra është i drejtimi ynë, i investimi ynë, një interes strategjik ynë, që të rritet vlera jonë si palë, në çështjet e sigurisë, ma shumë se sa rajonale, pra dhe globale, edhe në një termë të afërt, pra të zgjidhet edhe statusi ynë i sigurisë me antarësim NATO. Ne mbështesim dërgimin e forcës së sigurisë në Gaza, në bazë të vendimi, sikur se do të mbështesim edhe antarësimin në bodin e paqes. Faleminderit.